Tani do shkojmë dhe ndalemi në një lajm tjetër, me sa duket nuk është vetëm Parisi, po tani edhe në Rom po ndodhin incidente që kanë të bëjnë konkretisht me grabitje. Grabitet dyqani luksoz në qendrën e Romës, në fakt, ku bëhet fjalë për Louis Vuitton pranë Via Condotti, që u bë shenjesër e një bandet armatosur me një makinë të përdorur si battering ram. Sipas hetimeve paraprake, 3 persona me kapuç dhe fytyra të mbuluara përplasën makinën tip Fiat Panda në xhamin e dyqanit pak pas orës 5 të mëngjesit. Brenda pak minutave ata arritën të grabisnin një sasi të konsiderueshme artikujsh luksi, duke përfshirë këtu çanta, aksesor dhe portofola. Sipas raportimeve të bëra nga mediat, edhe pse nuk ka ende një numër të zyrtarizuar, bëhet fjalë për rreth 80 artikuj të grabitur. Vlera totale e vjedhjes vlerësohet të jetë rreth 300.000 euro, konsiderueshëm, duke bërë këtë një nga grabitjet më të mëdha të dyqaneve të modës në kryeqytetin italian. Me sa duket tashmë grabitësit janë duke synuar gjithnjë më shumë objekte me vlera të larta dhe kur ndodhi ajo që ndodhi në Luvër, patjetër edhe mund të ndodhte kjo që ndodhi në Rom. Makina e përdorur nga autorët është lënë në vendngjarje, ndërsa autoritetet dyshojnë se grabitësit kanë përdorur një automjet tjetër për të ikur. Deri më tani policia po kryen verifikimet e kamerave të sigurisë dhe po heton nëse banda mund të ketë lidhje me grabitje të tjera të markave të luksit në Rom. Tani, për Luvrin e mësuam se si e kishte passwordin, shumë të thjesht, dhe e mësuam po ashtu edhe me çfarë sistemi funksiononte. Kurioze do t'isha të dija se si në fakt është bërë e mundur vjedhja e një prej dyqaneve më luksoze të Louis Vuitton në kryeqytetin e Italisë në Rom. Shumë po ndodhin, shumë situata të cilat tingëllojnë patjetër tepër të pakëndshme, kështu që ndoshta edhe një herë autoritetet duhet të rikthejnë syt pikërisht në ngjarje të tilla që mund të prishin jo vetëm qetësinë e atyre që kanë në pronësi këto dyqane, por edhe qetësinë e qytetarëve. Ngjarje të përsëritura njëra pas tjetrës. Ndërkohë që me që e përmenda pak më herët, Luvrin është duke punuar për të shtuar masat e sigurisë. Sa kohë do të zgjasë e gjitha kjo, këtë nuk di të them me siguri, por duket se kanë marrë seriozisht pas asaj që ndodhi, ende nuk dihet se ku janë dhe ku kanë përfunduar të gjitha ato objekte të çmuara dhe me vlerë të jashtëzakonshme që janë vjedhur nga Luvrit. Po ashtu edhe ende nuk dihet ç'po ndodh me artikujt e Louis Vuitton të vjedhura nga dyqani në Rom. Megjithatë, presim lajme të tjera për të kuptuar më qartë dhe më mirë dhe për të qenë patjetër të informuar lidhur me gjithçka bëhet.